Atëherë pas një procesi shumë të mirë që kishim në raundin e parë, sot në gjitha komunat ku ka një raund të dytë të balotazhit për zgjedhur kryetarët e komunave, unë i ftoj qytetarët e vendit tonë që të dalin dhe të marrin pjesë, pavarësisht zgjedhjes së parë që kanë bërë, sepse secili prej tyre duhet dhe mund ta luajë një rol të rëndësishëm për t'i dhënë drejtim komunave ku jetojnë në 4 vitet e ardhshme. Kështu që me shpresën që do të kemi një djalje masive dhe substanciale që vërtet do të reflektoj vullnetin e qytetarëve të Kosovës, uroj që edhe ky proces të shkoj me rregull, ashtu siç ka shkuar edhe raundi i parë, dhe që qytetarët vërtet të vendosin për të ardhmen e tyre ashtu siç dëshirojnë ata. Është një ditë e mirë për Kosovën, është ditë e mirë për komunat, dhe besoj që sot përfundimisht do të kemi një përmbyllje të një procesi i cili i jap drejtim edhe vendit tonë për 4 vitet e ardhshme. Zotëri Katiçi, meqense nuk jeni garë në Prishtinë, çka presni vazhdimsi qeverisës apo ndryshon? Unë jam qytetar i Prishtinës, pavarësisht që zgjedhja e parë ndonjëherë, siç e thash, mund të mos jetë në garë në raundin e dytë, konsideroj që është obligim i të gjithëve që ta thonë me votën e tyre çka mendojnë, por sot ju e dini që është e ndaluar që të flas më shumë se si kam votuar unë se si do të votojnë të tjerë. Faleminderit shumë.